Omani është gati të lëshoj pe. E qartë. Zoti Puma, nga ana tjetër, gjithë kjo retorik tashmë e Teheranit për retorika ushtarake është duke u përdorur më shumë po them për konsum të brendshëm, apo nga ana tjetër do të kemi ndoshta edhe një ndryshim të balancave në rajon? Në fakt, në qoftë se retorika e Iranit do të konkretizohet edhe me veprimet ushtarake të vazhdueshme që do të ishin për shembull goditjet e mëtejshme të bazave amerikane, siç u bë në Kuvajt apo në Emirate, detyrimisht kjo do të ndillte një luftë tjetër në Gjirinë Persik dhe Izraeli e dëshiron shumë këtë luftë sepse është një rast unikal për të, duke qenë një shtet i vogël relativisht, sigurisht me fuqi shumë të madhe ushtarake, por shtet i vogël de facto, dhe mendimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës ai mund të godiste Iranin në mënyrë që ata mos e merrnin veten për 20-30 vjet. Prandaj ata bëjnë çmos që ta ndërsejnë në Shtetet Bashkuar të Amerikës kundër Iranit për të goditur. Por dhe amerikanët kanë strategjinë e tyre, interesat e tyre, nuk janë edhe ata të marrë që të futen në operacione toksore në Iran, sepse ajo është e pritshme që do të ketë shumë, jashtëzakonisht shumë viktima, sido që të jetë fati. Kuptohet që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë mundësitë dhe janë më shumë herë, qindra herë më të sofistikuar për të fituar një luftë të tillë, por me humbi të jashtëzakonshme. E qartë. Në fakt, zoti Puma, nga Agjencia e Lajmeve Farsi e Iranit u raportuat se forcat e armatuesura të vendit lëshuan raketa nga jugu, por drejt një objektive të pacaktuar. Sa i rrezikshëm është fakti që ende nuk dihen objektivat e raketave të raportuara nga mediat iraniane? Po, mbase ky ka qenë dhe një provokim për të parë reagimin e forcave amerikane, sigurisht është e rrezikshme sepse ajo është, domethënë, situata është si një fuqi baruti, një shkrepse mjafton edhe të rindizet. Por, domethënë, sepse dhe vetë për shembull, edhe megjithse janë larguar disa nga anijet luftarake nga Gjiri Persik, një pjesë e tyre kanë mbetur, prezenca amerikane është po atje dhe avionët luftarak amerikan mund të mbërrinë në çdo kohë. Prandaj dhe Irani nuk besoj që është interesuar shumë dhe nëse kanë më në kokë që të destabilizojnë më keq situatën. Për Iranin është okay, nëse se me të urtë, me të butë, ata do të hiqin, të smontonin një pjesë të sanksioneve, të rihapin ngushtisën e Hormuzit, të tregtonin naftën me çmime maksimale sa është e mundur, për sa është çmimi i lartë, dhe të rimëkëmnin ekonominë dhe industrinë ushtarake. Mirë, po sigurisht që këtu është një gjë gjithashtu e rëndësishme që Irani në fakt në të kaluarën ka dashur të prodhoj bombë bërthamore dhe ka qenë afër prodhimit të bombës bërthamore, por ta fajsosh Iranin në këtë drejtim është, si të thuash, të jesh i padrejtë me të tjerët. Ka shi sepse për shembull pse në kërkush nuk e prek Korenë e Veriut apo nuk e prek Pakistanin. Sepse është bombë bërthamore që është garancia e vetme që i jepet një shteti relativisht jo shumë të rëndësishëm dhe të madh, të fortë ushtarakisht, sepse Irani është goxha i madh, që po të kishin bombën bërthamore, kjo luftë nuk do të bëhej me Iranin. Prandaj dhe ata shikojnë si një element të ruajtjes sovranitetit të tyre. Nga ana tjetër, të gjithë mendoj fuqitë botërore dhe klubi i vendeve anëtare të klubit, të themi që zotërojnë armën bërthamore, nuk do dëshironin që këtij klubi të shtojë edhe një vend tjetër si Irani, sepse edhe nuk i dihet pastaj me çfarë qeveri mbetet në pushtet dhe se si mund ta përdorin këtë bombë në të ardhmen, sidomos Izraeli. E qartë. Në fakt, zoti Puma, se i përket ndërtimit të bombës bërthamore, edhe nga ana e sekretarit amerikan të energjisë para disa ditësh u tha se Irani ishte javë larg për ndërtimit të kësaj arme. Nëse Irani është javë larg ndërtimit të kësaj arme bërthamore, pse zoti Puma Shubat nuk publikojnë dhe provat konkrete? Po, këtu domethënë nuk mendoj që arsyeja e goditjes së Iranit ka qenë vetëm rreziku i prodhimit të bombës bërthamore, pasurimi i Iranit, domethënë i uraniumit, domethënë e tjerë.
Aty u poqen shumë kushte dhe një nga kushtet kryesore është sigurisht dëshira e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të kontrolluar burimet energjetike të globit, përfshirë sepse janë të gjitha veprimet të një zinxhiri të gjatë. Shikoni vetë, domethënë në fillim u godit Venezuela, që ishte një nga burimet kryesore, domethënë në Amerikën Latine të energjisë, të prodhimit të naftës. Pastaj është Irani, me Rusin janë sanksionet dhe tjera e rregullohen domethënë në një farë mënyrë apo tjetër, bllokohen kështu që de facto Shtetet Bashkuara të Amerikës kontrollojnë gjithë naftën botërore dhe shumica e luftrave në botë gjithmonë janë bërë për arsye ekonomike. Ekonomia gjithmonë ka shtyrë fuqitë ndryshme për të bërë luftë me njëra tjetrën. Mendoni zoti Pumo se presioni që vjen nga pala amerikane do ta shtyjë ndoshta Iranin ta prodhojë këtë armë bërtamore? Mund ta pranojmë që Irani mund ta shtyjë, domethënë prodhimin e kësaj arme bërthamore, mund të sabotoj, le të themi në të ardhmen, prodhimin e kësaj, po gjithsesi nëse Irani ka arritur deri në 80% të pasurimit të uraniumit, ai do të di ta bëjë sërish këtë gjë, se tashmë e ka bërë, dhe në një të ardhme të mesme, do të thoja, jo të afërt, Irani do ta ketë me do e mos armën bërthamore, duan apo s'duan amerikanët, rusët apo kinezët. E qartë. Mirë, zoti Pumo, për ta mbyllur, ndërkaq mendoni se tashmë është Hormuzi pika ku mund të përcaktohet edhe balanca e re gjeopolitike në lidhjen e mesme dhe nga ana tjetër çfarë do të ndodhë në ditët, muajt në vijim nëse nuk do të kemi një marrëveshje mes palëve? Unë mendoj gjithsesi një marrëveshje do të jetë, bjerë edhe J.D. Vance deklaroi që jemi shumë afër, vërtet ata duke referuar iranianëve janë treguar të zellshëm për të përpiluar një marrëveshje të përbashkët dhe mendoj që do të arrihet një marrëveshje me Iranin, mirë po e vetmi moment dhe thoya një pikë e akilit, dhe thëmbra e akilit këtu është mosdashja e Izraelit të arritjes së kësaj marrëveshje. Dhe Izraeli mund të gjejë shumë mundësira të ndryshme për të provokuar në një farë mënyre apo për të destabilizuar situatën, për të rifutur Shtetet Bashkuara të Amerikës në le të themi përshkallëzimin e këtij konflikti, gjë që do interesonte sigurisht Izraelit. Nga ana tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të interesuar të japin fund tashmë dhe ata do të japin fund situatës, ashtu sikundër dhe Irani besoj do të bjerë dakord për të përfunduar këtë epope dhe për të ndruar faqen. E qartë. Mirë, zoti Pumo, kemi arritur në fund, ju falenderoj për të gjitha informacionet. Ishte kënaqësi, mirupafshim. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish ditën e hënë, deri atëherë mirupafshim.